Në vlugën e këtyre zhvillimeve politike, ne do të dajmë pak kohë që të flasim për Eurovisionin. Shqipëria përfarcohet sonte në natën e dytë finale me Alisin. Do të kemi drejt për drejt nga Vjena Albertin, atje ku përmbuar edicioni i 70 i Eurovisionit. Albert, mirë se erdhe. Besoj që do të na dëgjoj pas pak Alberti, do ta rregullojmë teknikisht që të jemi në lidhje me të dhe që t'i marrim informacionet e fundit atje dhe çfarë po ndodh realisht dhe cilat janë pritshmëritë. Ajo që duhet thënë është e vërtetë, ndryshe nga viti i kaluar, shembull shkoldra elektronike që po përfarconte Shqipërinë në Eurovision, ka pasur një lloj shumë vëmendje, por edhe vetë ekipi të promovimit të këngës edhe në Kosovë. Që kësaj radhe nuk është që ka qenë shumë, nuk e di, ndoshta edhe mund të jem gabim, po të paktën duke përcjell dhe duke qenë vazhdimisht në këtë punë, po ka qenë më pak e pranishme Shqipëria kësaj radhe në Kosovë me përfarcimin që do të ketë në Eurovision. Erdhin e kemi, ja? Alberti do t'jetë pas pak. Erdi, përshëndetje. Përshëndetje. Okej, çka po ndodh Erdhin e Vjenë? Atje jeni duke përcjellur gjithçka çfarë po ndodh. Sonte Shqipëria përfaqësohet në natën e dytë. Çka është duke ndodhur? Unë momentalisht jam në Eurofan House, që jam duke bërë së bashku me Orefin dhe Vlogsin, ku takohemi me artistët. Para pak minutash e kishim kuracin këtu si të ftuar. Do të vazhdojmë me Gjermaninë dhe me shtetet tjera që i kemi për intervista, kurse sigurisht një të kohë dhe jemi shumë të përgatitur, të emocionuar, gati me flamura me gjithçka për Shqipërinë për natën e dytë, edhe pak orë na ndajnë nga rezultati që do ta shohim për Shqipërinë, si do të jetë kualifikimi apo jo kualifikimi. Po shoh që ka pasur edhe një rritje të shqiptarëve që e kanë nisë me ardhë më shumë sot, më të performon edhe Shqipëria, që është një sinjal shumë i mirë që edhe njerëz tani ndjekin dhe e përcjellin në Eurovizionin. Okej. Jemi edhe me Albertin, besoj, gati. Albert, po na dëgjon? Po ashtu edhe Alberti është drejt për drejt nga atje nga Vjena. Albert, përshëndetje. Me flamurën e Kosovës. Përshëndetje për ju pa. Faleminderit shumë. Albert, cilat janë pritshmëritë? Dëgjuam Erdhin që e bërin një përshim se çfarë po ndodh atje. Realisht, këtë radhë, cilat janë pritshmëritë për Shqipërinë në Festivalin Evropian të Këngës? Po tash flasim se shqiptarë na kena pritshmëri gjithmonë për Shqipërinë, por të jemi realist, Shqipëria deri tash është pritur mirë, por ajo që po mungon është mbështetja e kolegëve të Alisit, pra me atë sa kum pa është një prej mbështetjeve më të vogla të Shqipërisë në Eurovision që ka pasur ndonjëherë. Gjithsesi Alisi mbrëm ka pasur natën ku ka marrë votat e jurisë dhe sipas një publikimi jo zyrtar, Alisi është arritur nga juria si i gjashti prej gjysmëfinales së dytë, ndërsa edhe mediat këtu në Press Center nga ku unë jam lidhur tashmë, e kam pritur mirë me komente pozitive, duke vlerësuar si të tretin me pikë ndër 15 gjysmëfinalistët e natës së dytë. Dhe gjitha kjo na bën që të shpresojmë se do ta kemi një finale shumë të sigurt për Shqipërinë, por pastaj duhet mbështetje edhe më e madhe për të radhitur në finale sa më lart që të jetë e mundur. Por gjithsesi, siç e thash, mbështetja është shumë e rëndësishme, sidomos nga kolegët e Alisit, të cilët nuk kanë bërë pothuajse asnjë postim në rrjetet sociale për t'i ftuar gjithë ata ndjekës që sidomos në diasporë që ta votojnë Alisin. Po, ndoshta ishim mal këtu, ajde pak. Po, se po e diskutonim edhe më mirë, na që kënga nuk është dëgjuar shumë, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, pra kur është fjala tek shpërndarja. Pse mendojnë që artistët nuk ja dhanë këtë përkrahje Alisit? Po mendoj që nuk është një këngë që duhet ta dëgjojmë çdo ditë. Kjo është një këngë e cila më shumë është këngë për festivale, dhe është pikërisht për festivalin atë të cilin po merr pjesë Alisi. Dhe ta them të drejtën, është një prej këngëve e cila këtë vit bën diferencën prej sidomos prej gjysmëfinales së tij në të cilën është sonte. Pse ka ndodhur kjo? Ndoshta Alisi është një këngëtar i ri dhe ta them kështu nuk kanë interes shumë këngëtarët që ta mbështesin. Mendoj që vetëm kjo mund të jetë sepse ndonjë arsye nuk më vjen ndërmend që të jetë ndryshe, por ndoshta është edhe promovimi i ulë që Radio Televizioni Shqiptar ka bërë gjatë javëve të kaluar, pra promovimi po bëhet vetëm këto ditë. Po, dhe në fakt në këtë do ta lidhim Erdhin, nuk e di nëse është të njëjtit opinion edhe asaj që thash edhe më herët, që ajo që është vërtetë është edhe dëshira dhe mungesa për të promovuar këtë këngë edhe në Kosovë. Ne kemi pasur ekipe të tjera, më kujtohet, emrat më të njohura, si Aurela Gaçi që madje komplet me ekip kanë qenë në Prishtinë për të promovuar projektin muzikor.
Pse mendon që kësaj radhe mungoj ky promovim, Erdi? Personalisht nuk e kam një përgjigje të tillë, sepse jam pjesë e delegacionit dhe nuk e di çfarë vendimore kam pas ata lidhur me promovimin e këngës Alisit, po e di që Alisi është shumë mirë njohës nga mbështetja që e merr nga Kosova, shumë ndjekës të Eurovizionit, se i kanë dërguar mesazh, ka pasur edhe kolegë që kanë shpëndarë nga Kosova rrugtimin e Alisit e kanë mbështet atë. Po sigurisht që uroj në vitet e ardhshme që delegacionet shqiptare mos të neglizhojnë ndoshta edhe pjesën e Kosovës, që besoj që është shumë e rëndësishme duke ditë edhe fuqinë e diasporës popullit të Kosovës që e kemi neve, edhe sa për informatë shtesën donte, do të ishte mirë që të themi ndoshta Alisin nuk e ka mbështet kolegin këtë rast, siç e thekët edhe jo, po ne si publik mund ta mbështetim dhe votimi online në fakt ka nis për ata që mund të votojnë në shtetet jo pjesëmarrëse, që është edhe Kosova në këtë rast, se ata duan të votojnë, të shkojnë në esc.vote në website-in dhe mund të votojnë për këngën e Alisit dhe ta mbështetin që tani. Po ndërkohë procedurat janë të njëjta, vota do të jenë 50-50, 50 juria dhe 50 publiku, apo jo? Këtë vit është rikthyer rregulli i vjetër në Eurovision. Vitin e kaluar kishim në gjysmën finale 100% televotim, ku zgjidhen me televotim kualifikuesit për finale, kurse këtë vit është kthyer rregulli me 50-50, pra dje ishte votimi jurist, kjo veç se ka mbaruar mbrëm, kurse sot do të kemi edhe votat e publikut dhe rezultatin final të gjysmën finales. Erdi, ma herët the që kështu për kraje ka pas, qof nga shtete tjera, kur e kanë dëgju këngën, po na intereson cilat kanë qenë komentet, për çka është pëlqyer mas shumë te kënga? Është pëlqyer më së shumti, mund ta them, performanca e Alisit dhe fuqia vokale e tij. Nuk është kënga non, nuk është një këngë ndoshta që mund të lidhet me publikun, është shumë lehtë në atë kuptim, nuk është radio friendly, siç ka qenë ndoshta Shkodra elektronike me këngën Zjarr. Pra, është një këngë krejt ndryshe dhe shumica e mediave dhe fansave që takoj e veçojnë zërin dhe performancën e Alisit. Sigurisht ata që e ndjejnë të njëjtën gjë si ne, mallin për vendin, për nënën, që jetojnë një problem të tillë me emigracionin të tepërt si shtet, sigurisht që lidhen edhe me temën e këngës, po jo domosdoshmërisht çdo kush e ka këtë lidhje. Po një tjetër gjë e mirë është ndoshta që duhet ta cek që është në bastet që bëhen për Eurovision, se kush mund të kualifikohet para gjysmën finalit së jurisë që ishte dje, Alisi ishte në 99 nga 15 këngët, kurse sot ai është në këtë çast ai është në vend të 6. Që i bie që juria me shumë gjasa ka reflektuar për këngën e Alisit. Një pyetje për të dy palët, shumë të drejtë për drejtë. Kemi parë vlerësime dhe kemi dëgjuar që konsiderohet ky edicion si një prej edicioneve më të dobët për sa i përket përurjeve muzikore. Në anën tjetër, e kemi një Alis i cili ka dalur nga një talent show, siç është X Factor, dhe njihet për vokalin e tij. Ju Eurovisionin e njihni shumë mirë me përvojat që i keni. Në fakt, cilat janë pritshmëritë tuaja, duat mendimet të dyve? A do të kualifikohet dhe nëse kjo është e sigurt, a prisni që realisht Alis të shënojë një sukses më të madh në Eurovision se sa, sidomos këtyre viteve të fundit? Albert. Ose kush? Okej. Në fakt, siç ata e di, është Eurovisioni më i dobët nga cilësia dhe nga pjesëmarrja gjithashtu, do duhet të ishte Eurovisioni më i madh, ndoshta sepse është 70 vjetori i Eurovisionit dhe do duhet të ishte edhe Kosova pjesë e këtij eventi. Por nëse flasim për Alisin, mendoj që gjithë vëmendja e Alisit është te vokali i tij. Pra ai po i bën publikun për vete edhe falë paraqitjes së tij skenike. Sigurisht që ka gare edhe këtë vit, por nëse mund të them, e thash edhe më herët, pra që Alisi sigurt do ta ketë një vend në finale, me gjithë parashikimet e mia dhe ato që po shoh këto. Por nuk mendoj që do të jemi në top 10 shpejtësisht. Erdhe, mendimi jot. Po, është një vit më i dobët në krahasim me vitet e tjera, pajtohem 100%, ka shumë e rëndësishme edhe shtetet që e kanë bojkotuar, ka shtete patjetërisht nuk janë pjesë të Eurovisionit të këtij vit, që i vjen edhe si numër, kemi më pak thënë, po, është një edicion më i dobët në krahasim me vitin e kaluar dhe vitet e tjera.
Kush është favorit? Se madje erdhi dhe Albert, madje as për këtë nuk është folur shumë dhe nuk dihet shumë. Kush është favorit realisht për ta fituar këtë Eurovision? Finlanda, okay. Finlanda, Greqia, Danimarka dhe Australia janë disa shtete që fliten që njëra prej tyre me shumë gjata do t'jetë fituese. Unë shoh personalisht si Alberti Finlandën ndoshta pak më përpara se të tjerave, po dhe dje Australia që është në gjysmëfinalen tonë kishte një performancë të mahnitshme me Delta Goodrem, që është një super artiste e njohur botërore tashmë. Kështu që besoj që do të jetë mes të dyja shteteve. Finlanda tashmë finalen e ka të siguruar, ka performuar në mbrëmjen e parë. Nëse do të fitonte, nuk do të ishte hera e parë për Finlandën. Ashtu, do të jetë hera e dytë për Finlandën. Mirë, erdhi, të falenderojmë ty. Falenderit shumë. Falenderit. Edhe shijone, po tjerash. Albert, për fund, për ty kush janë favoritët? E përmend Finlandën, a ka të tjerë që mund të jenë fitues? Po, mendoj që edhe Australia ka goxha gjasa të mira, por Eurovisioni ndonjëherë na befason edhe për të keq, ta themi kështu, pra na ndron pritshmëritë, ka ndodhur me vite të tëra, por këtë vit duket se Finlanda, të gjithë besoj ata që e kanë pa nga nota e parë, e mendojnë të njëjtin gjë, për shkak se ka bërë diferencën edhe me paraqitje, edhe me vokal, edhe me këngë, dhe besoj që vitin e ardhshëm do të jemi në Helsinki, por gjithsesi ne të rëndësishëm e kemi që ta mbështesim këngën e Shqipërisë, pra e përmendja edhe erdhi që edhe nga Kosova mund të votohet përmes SC.vote, pra aty mund të votohet edhe Shqipëria zakonisht me vota maksimale, falë Kosovës përmes këtij lloj votimi, sepse është një votim i ndarë nga votimet e shteteve pjesëmarrëse. Kështu që votane edhe ai flamurë realisht që patë në dorë që zhvillim, po sa duket e kënde, mund të jetë një shenjë që edhe Kosova shumë shpejt të bëhet pjesë e Eurovisionit, në një fazë, në një periudhë në cilën shumë shtete realisht nuk e kanë një interesim shumë të madh për të marrë pjesë në këtë festival evropian. Konsiderohet shumë politik, kanë pak ngacite të shumta kështu me radhë. Faleminderit Albert. Uroj shumë, është viti 3 që unë këtë flamur e marrë këtu në Eurovision, por duket që nuk po bëhet shumë për ta pasur edhe Kosovën, nga ata që duhet të punojnë më shumë për që Kosova tjetë. Po, Albert, faleminderit. Punë të bardhë dhe ty atje. Përshëndetje Albert, faleminderit. Hajde.